Kur në ndajnë pak ditë nga nisja zyrtare fushatës elektorale, Sali Berisha udhëzon kandidatët e listës së hapur për fushat jashtë strukturave të Partisë Demokratike. Në një mbledhje të disa ditëve më parë, Report TV ka mësuar se Kryedemokrati ka kërkuar fushat të pavarur nga partia për kandidatët që do t'i nënshtrohen votës preferenciale. Fushata sipas porosive duhet të konsistojë në takime derë me qytetarët dhe jo takime ku mblidhen njerëz strukturash. Votën për partinë dhe fushatën për numri 1 që i përket Partisë Demokratike në fletën e votimit i lihet si detyrë kandidatëve në listën e mbyllur. Edhe mbi përmbajtjen e takimeve Kryedemokrati ka bërë disa orientime. Ai ka kërkuar që takimet me qytetarët të fokusohen mbi prezantimin e programit ku vëmendje të veçantë t'i dedikohet planit të emergjencës. Ndërkohë demokratët janë në pritje të mbërritjes për të dytën herë të Kris Lasivitas brenda pak ditësh. Drejtuesit të fushatës janë lënë në tryezë disa sugjerime lidhur me moton zyrtare dhe këngën që do shoqërojë fushatën 30 ditore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Partia Demokratike ka njoftuar që çelja e fushatës do të bëhet më 11 prill në orën 19, ndërsa një ditë më pas do të bëjë prezantimin tërësor të programit që sipas fushave po paraqitet prej disa ditësh.